Shkolla nëntëvjeçare Ali Laçi në bashkëpunim me shoqatën Animals Need Me kanë zhvilluar një orë edukuese me nxënësit e klasës së 5 të kësaj shkolle. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte kujdesi dhe ndërveprimi që fëmijët duhen të kenë me kafshët. Mund të them që shkoi shumë mirë, fëmijët ishin dashamirës shumë të mirë të kafshëve dhe ishin shumë të njohur me termat e kujdesit ndaj kafshëve, ndërveprimit të sigurt me ta edhe dashurisë ndaj tyre. Vetëm këtë vit, ky është takimi i 38 që kena bërë në shkolla dhe mund të janë diku të takum rreth 1000 nxënës. Qëllimi është që ta cekim sa më shumë këtë temë, ta fillojmë prej te brezi i ri, ta edukojmë, pasi e dim që brezi ato nuk është se na kanë dhënë një mentalitet shumë të mirë me se si ti trajtojmë kafshët dhe si të kujdesena për ta. Mësuesja Erma Kuka vlerëson këtë nisëm që ka si qëllim njohjen e fëmijëve me kafshët. Kjo ishte një takim shumë i rëndësishëm që fëmijët të njihen dhe të kenë për kujdesin dhe dashurinë për kafshët, se kështu fillon pra ajo ndjenja e humanizmit, dashurisë dhe përkushtimit. Takimi shkoi shumë bukur, fëmijët ishin të interesuar, bën pyetje dhe morën përgjigje mjaft interesante dhe gjëra që nuk i dinin. Ky aktivitet ishte një mënyrë mirë për nxënësit për të njohur më shumë me botën e kafshëve dhe gjithashtu për nxitur dashurinë për macet dhe qentë.